Flamurtari ka shtangur Elbasanin javën e 19 të superiores. Sfida në Elbasan Arena u mbyll me barazimin 1-1, ndërsa Flamurtari zhvilloi një ndeshje të bukur dhe luajti thuajse i barabart me kundërshtarin. Goli verdhebluve erdhi nga penaltia në minutën e 73, ndërsa më vonë u vendos edhe barazimi. Goli o shafit e Flamurtari Morieros tronditi verdheblut në minutën e 80, duke u shënuar në momentin më të mirë të skuadrës. Vlen të theksohet se Flamurtari në minutën e 26 pati pretendime edhe për një penalti, por gjyqtari Grimsi vijoi lojën. Skuadra vlonjate arriti të marrë një pikë mjaft të vlefshme në transfertën e vështirë të Elbasanit. Trajneri Flamurtarit Francesco Moriero pas ndeshjes ka theksuar se takimi ndaj Elbasanit ishte vazhdimësia e saj që kishte për skuadra. Kam ende shpresa, djemt kanë bërë një ndeshje të madhe, edhe në kup kanë bërë një ndeshje shumë të mirë, e të themi se zbresi në fush për të fituar, dhe pastaj episodi vendosi ndeshjen. Ne kemi pasur rastet tona, tani kemi pak energji për të rikuperuar, të mendojmë për ndeshjen e radhës, reagim para se të pësojmë. Do ishte ilaçi dur, por mendoj se dhe në pjesën e parë kishim 50% batje topi. Ekipi ka luajtur gjithmonë, djemt e interpretuan mirë ndeshjen, edhe në fazën mbrojtëse. Ekipi po rritet, ndaj marrim këtë rezultat. Është normale që deshëm të fitoni me çdo kusht. E luajtëm ndeshjen ballë për ballë, marrim këtë pikë dhe mendojmë për ndeshjen e radhës. Ata vendoseshin në një mënyrë të caktuar, u mundova t'i vendosja në presion. Ata janë të aftë në mbajtjen e topit, por i vum në vështirësi. Musta është lojtari i mirë, kërkonin këtë zgjidhje dhe ne munduam të bllokonim. Në përfundim të javës së 19, Elbasani mban vendin e dytë me 3 pikë më pak se Egnatia kryesuese, ndërsa Flamurtari numëron 4 pikë më pak se Vora. Të dielën Kuqezin do të luajnë në Vlorë, ku do të presin skuadrën e Bylisit e ku do të kërkohet vetëm fitoria.